pikësh për skuadrën e Bestit. Futbollistëve që të inkuadrohen në ndeshjen e sotme. Edhe një 3 pikësh nga Eldi Hysçi në drejtësinë e Paoku dhe Lavrio. Dhe në skuadrën e PES ka arritur nga Alsad edhe një 3 pikësh i Eldi Hysës. Hysa. Bukur i shmangët a mbështetit. Shkëlqyeshëm Edwards, asistimi i bukur i Arti Ajdarit. E në anën tjetër, kjo nuk është ndoshta edhe fytyra e vërtet e ekipit të PES, pat një gabim për skuadrën e Beslidhjes. Pikë të reja me ngulit. Është për zënë vëndin, ndërkohë që Amati ka rekuperuar të fundit të Beslidhjes me këtë depërtim të Hysës. E po! Një ndërtash pikërisht Powell. Ja në vëllë vjede, shmori, shëm Hysa. Ja dhe Lilaj. Pasin! Edmond. Ja dhe Gjuaj. Ja, Zak, Hysa, shënon. Realizon për 3 dhe ka shkup. Tobin i qëndër, është vjetur, shumë e mirë mbrojtja. Hysa, po shkoni vetën për depërtimin me të mbajtër, shënon dhe ka shkuar në plus 10 Beslidhja 38-28. Dhe pra plus 10 avantazh. Ky është koshi pak më parë për dy Hysës. Shënoi dhe këtë 3 pikëshin, regjia po na jep rresht dhe mëtej edhe depërtimi që sa më përmenda. Jago është depërtimi me të mbajtër. Hysa. Bogdanic. Hajde dhe njërë të Hysa. Sa po hyri direkt 3 pikësh dhe ka quar në plus 4. 58-54 u dhejt Beslidhja. Tani skuadra e Borës dëliros marrë pushim. Ka marrë nga një Sestini trener. Dhe tani 1-1 në mbrojtje. Ja Hysa. E ka vjedhur. Vetë për shkot. Pasin dhe Elia. Ky e që në kosh. Pasin me njërë të Stokes. Stokes i cili pason në cep të Hysa provon direkt 3 pikëshin e shënon dhe Beslidhja ka shkuar në plus 3 tani 10-7. Era 9 që ndrohet udhëheqja e takimit. Shkon te Hysa provon 3 pikëshin. Sak shënon. Ja dhe një Stokes. Hysa. Shkon Hysa. Nuk them që është ndërvetar më kurajos në parket. Ja dhe një. Mej cili ka kthyer tek Skëndaj dhe këtu e ka marrë Hysa i cili shkon në një tjetër zhytje. Ati ndoshta në këtë periudhë të tretë në një farë mënyrë në pjesën e ekuilibrit, por nuk shënon dhe kundërshtyp tani për Beslidhjen 3-1. Edmonds për tek Hysa që shënon dhe çon tjetër ndeshje ajo që ka në pjesë të parë. Serangolli bllokohet dhe pas për para Lila i vetëm edhe ai në shtytje shënon të parë duke ndikur me interes edhe pjesën e ndeshjeve të ligës unike. Atin pason tek Hysa provon 3 pikëshin dhe sakt 2-3 pikësha i ka shkuar Hysa në këtë fillim. Hysa provon 3 pikëshin. Po të tretin sot e shënon 20-5 me ngjyrë të errët, le të themi që është bërë si pjesë e uniformës. Dhe 3 pikësh i 4 për Hysën shënon 23-5. I shpejt dhe do thojë edhe me një përqindje të lartë. Edhe Edmonds është mirë në gjuajtjet për 2 edhe ai është 4-4. Madje çon te Hysa provon për 3 dhe sakt shënon 3 pikësh i tij 5